Dhe ty të begatofti madhi Zot nëse e pin një kafe me shokët, mos bën debatet kota, po jepi atyre knajsim bisedë. Dhe nëse ty të begatofti madhi Zot je nis për shtëpi, kur ti je duke hip shkallët për ty për shtëpinë tënde, dije i gjë që do bosh një jetë. Nëse ke kuptuar Islam si sistem, unë do hyj në shtëpi për t'i dhënë knajsi bashortes, prindërve, fëmijës. Janë të ubo burrat shqiptar të egër me bashorten jashtëzakonisht gentil me dashurën jashtë. Jo vlla dhe motër, begatofti madhi Zot, kjo është jashtë Kuranit. Kurse brenda Kuranit është ajo që në familje ka dashuri dhe armoni. Kur ti je duke hip shkallët apo je duke hyrë në shtëpinë tënde, njëti mall si musliman dhe je në Islamin real, është që unë do të hyj në shtëpi dhe si musliman më shurdhru me kënaqur nënën, babën, nëse i ke bashorten dhe fëmijët, dhe unë me gentilesë, me finesë, me buzëqeshje, me mirësi, me një finesë të madhe përshëndes gjithë komshit që më ballafaqohen. Kjo është sistemi që kërkohet në Islam. Kjo është ajo e bukura që kërkon feja jonë madhështore.